Prefektia e Qarkut të Vlorës Evi Sallushi zhvilloi këtë të premte një takim koordinues me drejtues të institucioneve përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve publike në kuadër të sezonit turistik veror dhe rritjes së fluksit të vizitorëve në Qark. Në takim morën pjesë drejtues të institucioneve që mbulojnë furnizimin me ujë të pishëm, energjinë elektrike, transportin publik, shërbimet postare dhe sektor të tjerë të rëndësishëm që lidhen drejt për drejt me funksionimin normal të shërbimeve gjatë muajve të verës. Gjatë fjalës së saj, prefekti Allushi kërkoi nga drejtuesit e institucioneve tim të detajuar mbi masat e marra dhe nivelin e përgatitjes për përballimin e sezonit turistik. Më duhet të ndalen fillimisht tek një problem që nuk lidhet me mungesën e burimeve financiare apo kapaciteteve teknike, por me respektimin e detyrimeve institucionale. Është e papranueshme që institucione që kanë rëndësi etike për furnizimin me ujë, me energji elektrike, transportin rrugor dhe shërbime publike të mos kenë raportime të herpasershme gjatë periudhës janar-maj 2026 pranë institucionit të prefektit. Mungesa e raportimit që ne kemi nga ujësjellës, nga OSHE Vlorë dhe nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor nuk është thjesht një mangësi procedurale, por cënon monitorimin institucional dhe pengon krijimin e një pasqyre reale tonën mbi problematikat dhe nevojat e sektorit. Raportimi nuk është zgjedhje, por është një detyrim institucional. Në prag të sezonit turistik, qytetarët dhe vizitorët nuk do të na gjykojnë nga raportet që ne shkruajmë, por nga cilësia e ujit që marrim në rubineta, nga furnizimi me energji elektrike, nga gjendja e rrugëve, funksionalizimi i kanalizimeve dhe nga pastërtia e hapësirave publike. Në vijim të mbledhjes, prefekti Allushi la edhe detyra konkrete për institucionet pjesëmarrëse, duke kërkuar rritje të përgjegjshmërisë, monitorim të vazhdueshëm të situatës në terren dhe ndërhyrje të menjëhershme në rast problematikash që mund të cënojnë shërbimet publike. Prandaj kërkojmë nga institucionet përgjegjëse plane të qarta pune për garantimin e furnizimit të pandërprer me ujë të pishëm, veçanërisht në zonat turistike ku fluksi i popullsisë shumë fishohet gjatë muajve të verës. Pa aq e rëndësishme është funksionimi i sistemit të kanalizimeve dhe parandalimi i çdo shkarkimi të ujrave të ndotura në det. Ne nuk mund të flasim për një turizëm cilësor nëse nuk garantojmë mbrojtjen e mjedisit dhe të Bregdetit. Nga operatori i shpërndarjes energjisë elektrike kërkohet gatishmëri e plotë për përballimin e ngarkesave të sezonit, reagim i shpejtë ndaj avarive dhe bashkëpunim i vazhdueshëm me pushtetin vendor dhe strukturat e emergjencave. Transporti është një tjetër sektor që kërkon vëmendje të veçantë, menaxhimi i fluksit të automjeteve dhe cilësia e shërbimit ndaj qytetarëve dhe turistëve duhet të jenë prioritete të përditshme. Më pas, drejtuesit e institucioneve paraqitën raportet e tyre përkatëse, duke informuar mbi nivelin e gatishmërisë, burimet njerëzore dhe teknike në dispozicion, si dhe planet e veprimit për përballimin e ngarkesës së shtuar gjatë sezonit turistik. Drejtuesit e ujësjellës, kanalizime, energjisë elektrike, transportit dhe shërbimeve të tjera theksuan se janë marrë të gjitha masat për të garantuar vazhdimësinë e shërbimeve dhe për të minimizuar çdo problematikë të mundshme gjatë muajve të verës. Hartuar një plan masash nga Drejtoria e Përgjithshme e Postës Shqiptare për të mirë menaxhuar shërbimin ndaj qytetarëve në sezonin turistik dhe kryesisht atë që është shërbimi primar që ne ofrojmë, që është shërbimi karakterit financiar ndaj pensionistëve, por edhe shërbimi postar në të përgjithshmen. Konkretisht është shtuar orari furnizimit me shërbim për zyrat postare që ndodhen në zonat turistike, konkretisht zyra postare në Himar, dhe përgjatë ato që janë përgjatë akseve nacionale, ku fluksi i turistëve është më i madh, me përjashtim kuptohet të atyre zyrave që operojnë me një punonjës dhe në këtë rast nuk mund të kemi shkelje të përcaktime të kodit punës. Ofrim shërbimi qytetare për personat e Bashkisë Himar, taksa, patenta dhe regjistrime makinash. Në Drejtorinë Rajonale të Vlorës janë marrë gjitha masat për mos ketë vonesat e qytetarëve. Nuk kemi patur, se ne fluksi më të madh kemi dhjetori në pagimin e taksave të tyre. Shërbimi është korrekt ndaj qytetarëve, nuk kemi patur asnjë ankesë apo asnjë gjë. Për raportimin që thatë në mbledhjen e fundit që kemi bërë bashkë, kemi lënë që në çdo 3 muaj do bëjmë një raportim. Janë marrë gjitha masa tekniko-organizative për të pasur një mbarvajtje sa më të mirë të sezonit turistik. Janë kryer remontet në stacionet 20-10-6 kV që mbulojnë zonën bregdetare. Kemi aktualisht 58 punonjës të cilët janë të shpërndarë në turne 24 orë, me 8 mjete pick-up të shpërndara, 2 mjete në qytetin e Vlorës, 1 mjet
2 në qytetin e Vlorës, 2 në Orikum, 2 në Palas dhe 2 në zonën e Imarës. Me na 5 punonjës të secili grup. Aktualisht për zonën e Orikumit është kryer një investim i cili ka gjithë pjesën e bizneseve të zonës dhe është reduktuar për ngarkesa gati në 50% për pjesën e qytetit të Orikumit. Në zonën e Palasës është aktualisht po implementohet rrjeti 20 kV, gjithashtu dhe në zonën e Imarës, pjesa më e madhe e fiderave në stacionit Imar ka kaluar në rrjetin 20 kV. Takimi u fokusua në forcimin e bashkëpunimit mes institucioneve dhe garantimin e standardeve të larta të shërbimit në një periudhë kur Vlora dhe zonat turistike të qarkut presin një numër të lartë pushuesish, vendas dhe të huaj. Gjatë takimit u theksua nevoja për monitorim të vazhdueshëm të situatës dhe raportimin periodik për çdo problematik që mund të lindë gjatë sezonit.